loja e kafshëve. Një ditë, dikush trokiti në portën e Luanit, mbretit të pyllit. Kur porta u hap, Luani njohu tigrin i cili i tha: "O mbret, në pyll po ndodhin disa gjëra të çuditshme. Kafshët janë të shqetësuara sikur të vini e t'i shihni vetë një herë." "Tigër, merr frym thellë një herë, qetësohu dhe fol më qartë," i tha Luani. "Kur zgjova në mëngjes ç'të shihja, kafshët e pyllit po iknin si të çmendura sa ndej këndej. Ndalova njërën prej tyre dhe pyeta se çfarë kishte ndodhur. Më tha se kishin dëgjuar disa zëra të çuditshëm që vinin nga skaji i pyllit dhe u largua vetë timthi." "Çfarë ishin valla ata zëra?" "Shkojmë të shohim një herë," tha Luani dhe u nis së bashku me tigrin për udhë. Udhës takoi një sorr. "I nderuar mbret, nëse dëshironi unë mund t'ju çoj atje," i tha sorra. Sorra para, Luani mbrapa, pasti tigri bën goxha rrugë, edhe pse udhëtuan me orë të tëra ende nuk kishin arritur në vendin prej nga kishin ardhur zërat. "O sorr, jam lodhur e nuk mund të duroj më. Ku është vendi me zërat të çuditshëm?" "Madhëri, edhe unë hutova. Ai vend duhet të ishte këtu rrotull. Të ecim edhe pak," tha sorra dhe nuk lan vend pa gjëzdisur. Koha filloi të errej, por Luani ende nuk ishte arritur në vendin që dëshironte. I lodhur e i raskapitur u mbështet pas një peme. "Kot nuk kanë thënë, kush ka sorrën për udhër fyes nuk shpëton prej hallave. Më duket se bëra gabim që erdha pas sorrës," murmuriti Luani. Ndërkohë sorra ja kishte mbathur prej frikës së Luanit, kurse Luani nuk e dinte se sorra kishte ikur. "O sorr," tha Luani, "u erë, na e trego vendin, e më në fund të kthehemi në shtëpi." "Ah, edhe ti sorr pas ke ikur. Kështu është, fajin e kam vetë kur mora sorrën si udhër fyese. Me sa duket ato më bën një loj. Ky le të jetë një mësim për mua," tha Luani dhe mori rrugën drejt pallatit të tij. Në të vërtetë, në pyll nuk kishte ndonjë vend të tillë. Kjo ishte një lojë që kafshët ja kishin bërë Luanit, që prej asaj dite Luani interesohej më nga afër për pyllin dhe banorët e tij, dhe asnjëherë nuk u mashtrua duke besuar fjalët që nuk kishin burim të sigurt.